Me lagja e klubit thirrët, po është lagja e harrume. Dy par puma me i marrë për medalë. Nuk ka as kanalizim, as ka kurrëç. Bashk me Arbënoren edhe Besartin po shkojna direkt te komuna e Lipjanit. Në rrafshi 5 vjet i kena bu kërkesën. 5 vjet u në për dyrt komunës, edhe na kanë dhënë premtim, që kena me javshtru. Komuna e ka pas pamundshme me ardhë me e shtru rrugën sepse pronarja asaj parcele që ju ka dhënë pëlqen juve nuk ka leju me ardhë me shtru rruga. Ajo rruga ofër neve, mbrapa shtëpia, u bë shpërndësimi mbrana vitit u shtru. Ti pronarës, Njëjti njëjtin pronarë, nivel. vërtet. Përshëndetje Borem, dashta me nda një gjë me ty kur je i lirë me më kthy përgjigje. Përshëndetje Borem prap, përshëndetje Borem si je, si kalon të uroj çdo të mirë në jetë, punë e familje. Këto foto janë vetëm 1.5 km larg qendrës së Lipjanit, një lagje që 10 vite aktive dhe kryetari asnjëherë as që ka qenë me i vizitu e lëre me investu. Pastaj s'ka faj si me i vizitu në çfarë gjendje na kalon. Si rrugët, katastrofa, ashtu problemet me rrymën. Na shtohen çdo ditë sepse trafa e vogël, shtëpit në lagje dita ditës shtohen si përballon. Si të qoftë të uroj për intervenimet tjera që ke bënë për vende të ndryshme dhe kam pas sukses. Nëse gjem pa kohë për vizitë të mirëpres, respekte për ty. Keq po duket rruga Lipjan te kjo lagje. Na ka thua edhe lokacionin, hajde gjejna. Ndërkohë, derisa të shkojna mos harroni operimin tëm terren mundson izis pas posta me standardet evropiane, domethënë garanton shpejtësi, kualitet edhe customer service si kërkon tjetër. Okej, jemi te rruga në fjalë ku na ka shkru sinjalizuesi që kjo është gjendja, po kësire qysh ka këto situata. Do me thonë janë disa degëzime. Kur futesh anej, në këtë rrugën kështu që është në këtë gjendje e pa asfaltume, ka degëzime anash në të dy anët, po ashtu edhe këtu ku përfundon një segment i rrugës, pastaj ka degëzime në të majt edhe në të djathtë. Edhe aty me gjas është një rrugë tjetër po ashtu e pa asfaltume, një dalje tjetër, po ashtu kjo drejt gjysma, prej gjysmës është e shtrume me zhavër, qysh po e shene, po, edhe këtu ka dalje, do me thonë është një farë krejtësisht lagjat, është e pa asfaltume ku kalojnë veturat kënej banorët ku qarkullojnë, këqëre ne. Edhe kënej si duket e pas kanë shtru sfund me zhavër, po vrejet prej ngjyrës të gurve. Apo më kallëzën që sa është në që gjendje rruga që shto? Po s'pakun ka që 10 vjet që e marrë këtë, Po? do më thonë aktive që është para 10 vjetë ma shumë, nështë 15 vjet që ka nërë më ndërtu, po asnjëherë nuk është i investu diçka këto. Asnjëherë s'ka qenë asfaltume. Njëherë, veç ju asfaltume, po veç zallë, edhe mo nuk ka intervenu asë një stand heq. E sa është sfiduse për juve me kalu çdo ditë kënej edhe me qarkullun që të rrugë që shto? Po fillimet e pora kur kina orë këtë, o dosh me hec pak në kom, pe i shpiz, do më pak si fund lagjes, me hec kom, o kom beg i shumë, ki prasysh dhe den qytet jo me, për shembull, një punë të kënë 2 par puma me i madhë për medalë. Po. Tash, do më thonë kina bënë i kërë, po ka dëmtime në ekstrem, eshe që është bjen një shi, buhet, hala ma keq. Merë. E tash ti këtu ka thonë komuna që ka kontest fërëmsor, a? Po ka thonë për i fillimit, kur i na ardhë, i na anku, ka thonë ka për njerë problem, nuk mujna me asfaltu, po vesh që tash para 10 vjetë po folje, vesh njerë ka shtru zallo, e mos ka intervenu asë një sen, na banorët ku pas ku e i bojmë ka pak pore, që shtë vetë, që atë ke mundësi, so konë dhe ekstrem hala ma shumë konë. A çka bëni këto e me atë farë grezderin e rafshoni, a? Veç me rafshulloj do të se cila shpiz që bishe këto, ka 50 euro, 100 euro, sot kena mundësi ka pak që mja bu një gjithë e vetit, po prap një vjetë si qatë ma shumë apet buhet e njëjta. Do i bëni paret bashkë, grumbulloni fonde dhe e rafshoni. Na rrugën e kemi këto katastrofë, s'ka kur farë interventë, se komuna herët është private, herë kështu, tatime këtu kreti pagujmë, rrymen e kemi që është tepër dopt s'ka kur gjo. Okej. Ujësia se herë kemi, herë s'kemi, që këto trijat kryesoret, këto nuk funksionojnë shkurt. Nuk ka marrë edhe ujë këto pari, nuk ka as kanalizim, as ka kur gjo heq. Lagja e harrume, lagja e klubit thirrët, po është lagja e harrume.
është e rëndësishme me cek është që ka ndërtime të vazhdueshme, që një shtëpi këto, që është afër kompletimet, që një shtëpi tjetër që është ndërtuar nëse ka kontest pronësor pse ju japët leje për ndërtim këtyne shtëpive. Lind pyetja, sidoqoftë na kena me kuptu më shumë masi qkojna në komunë, te kryetari i komunës. Ti ke të ndërtu këto shtëpia? Po, të ndërtu, valla, shtëpi këto. Të ndërtu gati. A ki me leje? Po, më në urbanizmi, këto është në urbanizm këtë logja. Që është situata me që të rrugë, që shto do me thonë komplet lagja, këto degzimet. Këto vorem unë vesh të spjegoj një sen që komuna leje në lyp. Në urbanizm e ka shtin, po për me morë në lejen për i komunës, komuna në thëtë shkani të një privatnik. është të merre lejen për i tina, në nënshkrimin që të lijanaj me shkel në udhe. Ta shqyshte, unë shtem unë urbanizëm, a më thu me shku të personat caktun me morë në nënshkrim për me ma shluti mu lejen. Unë qëto se koptej. Do më thonë ajna që so vjetë që shto, do më thonë rafshi 10-15 vjetë po buen, është i njëjti problem. Na ajna konë 2-3 herë kështu me këshillën e kësoj lagjës, i na shku në komunë, ju kena thonë qështu, na kanë thonë banë ju mledhni në nënshkrime qani, kena që kush nuk merë parasysh. Neve na tha që është një biznesmen këtu, të taj në mërtina e kalon. Biznesmen, a? Po, biznesmen është taj, biznesmen është e Që kalon. ka qenë toka e ti ma herë. Toka tina na i ka shit krejtve lagjës, kur e ka shit tokën, ka thonë është me rrugë, Po. tash da me thonë, na do të me morë taj, me na i thonë aj pëlqimin, por me mujt na me morë edhe lejen komunë për me ndërtu shtëpinë. Po nëse ta e pëlqimin me ndërtu shtëpinë, Po. shtëpinë këtë rast, qysh është e mundshme që nuk lejon me ndërtu rruga, cila është logjika mbrapa. Logjika prapa është që po lyp parë prej komunës. Komuna ka thonë najna të gatshëm, një farë shumë me pagu, a mos po lyp ju. Kështu na kanë thonë komunë. Na nuk e dim. Okay. Abde na nuk e dim. Bashk me Arbënorin edhe Besartin po shkojna direkt te komuna e Lipjanit, të këshyrëm nëse na pranon kryetari ose mujna me ron kontakt me nej drejtor ose nej përgjithës komunale aty edhe mja shpjegu edhe një herë problematikën edhe qysh është situata, kur kanë me intervenu, cili është plani i komunës, se nuk mundet me vazhdu pafundësisht në çdo gjendje. Hajde. Okej, na kontaktu me zotin Imre Ahmeti, kryetarin e komunës së Lipjanit, na tha që nuk gjendet këtu, na delegoi te drejtori i infrastrukturës zoti Ardian Olluri, me cilin kontaktuam na, edhe po e presim me dal edhe me na u përgjigj. Këtë vit kemi planifikuar në buxhet për me fillu asfaltimin e rrugicave në lagjet e Lipjanit. Do të fillojmë me ato që kemi identifikuar si pronë publike. Ka shumë rrugica të cilat janë pronë private dhe kostaja e shpronësimit në Lipjan, në shtetin Lipjanit është shumë e lartë, duke qenë se janë kryesisht lagje të reja që janë hap së fundmi dhe janë kryesisht pronë, shumica janë pronë e individëve që kanë ble prona dhe i kanë shit për ndërtim, për lagje. Ne do të munduhemi që të gjejmë modalitete dhe të marrëmi pëlqim nga këta pronarë të këtyre parcelave që janë në rrugë, me na leju me e ndërtuën. Në rrafshi 5 vjet i kena bu kërkesën. 5 vjet u në për dyrt komunës, edhe na kanë dhënë premtim, që kena me javshtru. Neve nuk na intereson, pse kanë shti pra atëherë në urbanizëm, më na morë neve të atim, me morë leje, mu komuna më thetë, unë para një vitit e ku marru shpinë ato, më thetë komuna ketë në regull i plotson të kriteret, po shka të individja atje merre pëlqimin për më ta shtu na lejen. Është marrëveshje komuna me ton, o diçka ko këtu. Ju kur keni marrë leje për ndërtim, pronarët, shitësit e aty në parcelave, ata që jo kanë shit parcelat, juve, ku i keni ndërtu shtëpit, dhe cilët janë edhe pronarët të rrugëve, u kanë dhënë pëlqim për kalim. Është e vërtetë për me marrë leje. Domethënë ju ka dhënë pëlqim për me marrë leje, por pastaj nuk ka dhënë pëlqim për me ushtu rruga. Dhe ne ju kemi, po ju tham ne dhe pse unë, siç e përmenda ka marrë vetëm jo, po komuna gjithmonë ju ka thonë që nëse ju dëgjoni gjuhë përbashkët me pronarin e parcelës, komuna është e gatshme me ardh me shtru rrugën. Mirë po do të me pas parasysh që kur ju ka shit, kur ju shit juve prona, ju shit me rrugë. Në atë kur u shit, Edhe- s'u ka në urbanizëm. Në urbanizëm u hi ma van, nuk u ka në urbanizëm kur i ka shit. Ai na ka thonë që keni rrugë.
na në komunë s'kena pas ku me marrë se s'ukon urbanizëm. Ukon tuk, e dini ç'ukon. Unë jam i bindur që kur e keni ble pronën, e keni ble për ndërtim, e keni ble për parcelë ndërtimore. Normal. Apo, Po se normal keni po shtet. urbanizëm të komunës po na e kena ditë që ka rrugë. Kur ju shit prona, ju shit me rrugë, ju shton që keni qase, keni rrugë, apo nga shitsi. Dhe kur keni apliku për leje ndërtimore, ju ka dhënë pëlqim për me marrë leje ndërtimore, andaj komuna nuk ka mujt me refuzu leje ndërtimore sepse ligjërisht ti ke pas qase një rrugë private. Pra ligjërisht kur ti ki pëlqim nga pronari i parcelës private që është rrugë, komuna është obliguar me ta dhënë lejen. Po në anën tjetër, komuna e ka pas pamundshme me ardhë me e shtru rrugën sepse pronari asaj parcele që ju ka dhënë pëlqim juve nuk ka leju me ardhë me shtru rrugën. Unë do të vendosi komunikim zyrtar me pronarin e aty në parcela në mënyrë që me gjetë modalitet, me marrë pëlqimin e tij. Gjatë këtij viti do të vendosi sigurisht komunikim. Për sa i përket së lagjës që theti për lagjet reja, aja s'paku mi me thonë që është një lagjet nërma të vjetra, kote që 15 vite aktive, edhe sa i përket shpronësimit, nështë ka problem që ashtu të nga thojnë për herë, kështu që ka problem, u bo fix do me thonë mandatin e këti, që i kohë që këtë 12 vite. Po që është interesant aja rruga ofër neve, mbrapa shpijav, u bo shpronësimi mrena vitit e mrena vitit u shtru. Dhe thot u dhe ora vërsa ja. I njëjti pronar është, i njëjti individ. Po s'është është problemi, është problemi ujit, kena non-stop problem, kanalizimit, po qash me rëndësishme është gjatë dimrit dhe me thonë rryma është në ekstreme dëp, sa ja trafe që bu para 15 vite kur kom shumë pak shpi, ta është mbush shpije pa në dhe këta, edhe bo kemë në ekstrem problem, do thonë për rrymë. Kur do të filloni për këto që janë prunë publike, zoti Ulluri, në çfarë mundi sakta, më nësh më na japni? Momentalisht jemi duke përgatitur projektin dhe me zhvillu procedurat e prokurimit. Sa kohë merr kjo? Është vështirë me parashiku, po projektimi besoj që 2 javë na merr, pastaj vazhdojmë me procedurat e prokurimit që është e pamundshme me parashiku sepse nuk e di ma do të ketë. A kish me qenë pritshmëri reale, shembull pranvera e këtij viti me fillim? Pranvera vera këtij viti, unë jam i bindur që do të na gjejë duke punu në këto rrugicat e shtetit ligjor që janë prunë publike. Të falenderoj shumë, kalofsh sa më mirë. Faleminderit që pranove më pronën tu. Faleminderit. Shpresojmë që na bën shëndet. Qikaq e patëm zotin Ulluri, drejtori i infrastrukturës. Realisht i kanë dëgju plot herë këto arsyetime, komunikime të komunës. Shpresojmë që kësaj here ka me morë mas seriozisht komuna e Lipjanit. Zoti Ulluri na tha që personalisht ka me munu me qysh me thonë, me ndërtu një farë rrugë komunikimi me pronarin e tokës që është të bo problem aty, e që i ka shit tokat, e që paraprakisht ka jep leje komuna për ndërtim aty. Sigurisht na kena menejt në rrjedha, kena me udok prap në pranverë, kena menejt në komunikim me Arbënorin edhe Besartin, edhe normalisht kena me u shfaq prap me bo epizodin e dytë të kësaj storje. Unë jam Burim Paculli, me që ta mërë në gjeni këtë platformat, siguroni një follow.